Një nga thesarët më të lakmuar në Bregdetin shqiptar, vilat qeveritare në ujin e ftohtë të Vlorës, janë vënë në shenjestër nga disa prej figurave më të fuqishme të politikës dhe biznesit në vend. Pas një vendimi të PEF të Korporatës së Investimeve Shqiptare, u hap rruga për dhënien me koncesion të kompleksit qeveritar. Tashmë ka nisur një garë heshtur, ku lufta reale duket se bëhet për influenca dhe lidhjet politike. Zyrtarisht bëhet fjalë për një projekt për rikonceptimin e rezidencave qeveritare në struktura akomodimi elitar. Garuesit janë kompani satelit të figurave që kanë diktuar zhvillimet ekonomike dhe politike të dekadës së fundit. Vllabëruesit e pretendent Ardian Kollozi, ish deputet i Partisë Demokratike dhe ish drejtori i Aluiznit në Vlorë me firmën Blue Horizont 2005 të zotëruar nga djali i tij, Endi Kollozi. Ish kreu i Partisë Demokratike Lokale, i njohur për marrëveshje të heshtura me qeverinë për leje ndërtimi në Lungomare, tashmë kërkon pjesë të tortës në ujin e ftohtë. Alban Xhillari, i njohur për firmën Soleil NC, përmes të cilës operon në Jalë dhe ka përfituar statusin e investitorit strategjik, i favorizuar nga kompania, për të janë ndërtuar rrugë, sjellje i pishëm dhe kanalizime me fonde publike. Një tjetër rast i kapitalizmit të lidhur, ku infrastruktura shtetërore vjen pas interesit privat. Bixhet Pasolli, përmes një bashkimi kompanish të udhëhequr nga 2A Group e Valona Demit, mik i afërt i tij dhe bashkëpunëtor në projekte të mëdha si aeroporti i Vlorës, një emër i njohur për ndikimin e tij në politikën rajonale. Vëllezërit Dulaku, të njohur për aktivitetin në media, turizëm dhe ndërtim, përfaqësohen përmes firmës Sedil Al It në bashkim me kompaninë Zdrava. Janë të pranishëm në çdo vip bregdetare strategjike nga Gjiri i Lalësit deri në Sarandë. E vetmja kompani e përjashtuar nga gara është ajo e Luan Bregasit, qartazi kuptohet se në këtë përleshje mbijetojnë vetëm të fortët. Dhurat plazhin. Fituesi për post godinave që përfshin 3 vilat me një sipërfaqe ndërtimi prej 1600 m2 të përfitojë edhe plazhin përballë, një nga më të kërkuarit në Vlorë. Korporata e Investimeve Shqiptare e ka lënë të hapur këtë mundësi, duke e lidhur me legjislacionin turistik në fuqi dhe duke shtyr vendimin final pas zgjedhjes së fituesit. Kjo e bën projektin edhe më tërheqës për investitorët me lidhje politike, të cilët jo vetëm përfitojnë nga ndërtimi i hoteleve me pesye në vilat historike shtetërore, por marrin edhe një copë të Bregdetit shqiptar për përdorim privat. Në dokumentet zyrtare, korporata justifikon projektin me idenë e nënshfrytëzimit të rezidencave qeveritare, por në realitet kjo është një tjetër skemë legalizuar për kalimin e pasurive shtetërore në duar të pakta dhe të fuqishme, me justifikimin e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimin e standardeve të mikpritjes, po të tërsohet një pasuri historike dhe natyrore me vlerë të pazëvendësueshme. Apo përdorim këtë marrëveshje si qoka në prag zgjedhjesh, koha do të tregojë nëse ky tender do të jetë një skandal i radhës apo shembulli më i fundit të një Shqipërie ku pushteti dhe pasuria ecin paralelisht.